po shqetësimi më i madh i këtyre ditëve që ka filluar te disa pacientë është kolla e fillimit të vjeshtës. Tash kjo a lidhet me vjeshtën, a lidhet me ndrimin e temperaturave, më mirë na shpjegon ti, por është shqetësim aktual. Po, realisht kolla është njëra prej simptomave kryesore edhe që bën shqetësimet më të mëdha tek pacientët që kanë qoftë probleme kronike ose që nuk kanë fare probleme. Jo gjithmonë kolla është një smundje, jo gjithmonë kolla është një rrezik, sepse gjithmonë kolla është një refleks mbrojtësi i organizmit. Si pikë së pari mundohet që të pastroj rrugët e frymëmarrjes, qoftë nga timi, qoftë nga mikroorganizmat të ndryshëm, qoftë edhe nga ndotësit e jashtëm të ambientit, që të mund të siguroj një kalim të lirë të arit në rrugët frymëmarrjes, e pastaj të kryhet frymshkëmbimi dhe të kemi një funksion normal të mushkrive. E gjithmonë nëse ekspozohemi në një faktor të rrezikut, qoftë ndonjë temë, qoftë pluhun ose ndotës tjerë të arit, do të kemi një kollitje, por e cila nëse është për një kohë shkurt, edhe nuk zgjat shumë ditë, nuk është shqetësuese, është vetëm pastrim që organizmi tenton të bëjë. Gjithmonë kjo quhet kolla akute, do të thotë kolle me një hershme, afat shkurt, pastaj kemi nëse kjo kollë zgjatet më tepër se një javë, atë him në fazën subakute ose paksa të zgjatur, që kërkon një kujdes më të shtuar ose të kemi kujdes në ambientin ku jetojmë, ku po ekspozohemi, çfarë faktorësh janë që po nxisin atë kollë, e gjithmonë tretmania, pastaj duhet kërkohet tek profesionisti, e sidomos nëse kemi kollë më të gjatë se 8 javë, për shembull, më shumë se rreth 2 muaj nëse kemi kollitje, patjetër duhet konsultohet mjeku pulmolog, që të merret ekzaminimi i duhur, duke filluar nga auskultimi, pastaj ekzaminimet radiologjike, po edhe spirometria të rastet kur kemi nevojë.